Segmenti Shkodër-Koplik mbetet një ndër rrugët me një numër të lartë aksidentesh, kjo si shkak i disa arsyeve, si mungesa ndërqimit, hyrjet e daljet të shumta, por dhe mos respektimi i sinjalistikës rrugore. Kyçëzimi tek peserojt në hyrje të këtij aksi ka një fluks të lartë lëvizjesh, ndërsa vërehet që shpeshherë mungon respektimi i sinjalistikës nga automjetet dhe nga drejtuesit e biçikletave, por dhe shpejtësia te normave të lejuara. Një ndër segmentet më të rrezikshme se takon çarkullimit rrugor mbetet ajo tek peserojt. Kjo si shkak i mos respektimit të sinjalistikës rrugore, qoftë nga automjetet, po ashtu dhe nga këmbësorët. Unë kaloj rradh këtu, por ka i problem këto si keni unë për biçikleta, sepse ai me motor e ka shumë vështirë me kalua dhe sidomos ai me 3 goma e ka më vështirës. Duhet me kalua se s'ban. Keni frikë kur kaloni? Ai fije po. Mund që në rroj fije këna frikë. Dënë me pas kujdes njëri, dihet se rrezik ka po. Duhet pas kujdes edhe kamësorët edhe të qesin, edhe shoferët duhet kujdes. Vitit e fundit numri i aksidenteve ka qenë i lartë në këtë rrugë, madje deri edhe në humbje jete, ndërsa aksidenti i fundit u regjistrua një ditë më parë në zonën e Vrakës. Një 69 vjeçar që lëvizte me biçikletë u përplas nga një automjet. Për fat të mirë, i mushuari i mori plak të lehta dhe është jashtë rrezikut për jetën.